Do të shohim tani edhe curinë e tregjeve në sesionin e parë të kësaj jave ku në tregun e brendshëm valutor vjet re përgjithsisht një qëndrueshmëri edhe për faktin që në tregje ndërkombëtare monedat janë luhatur minimalisht sepse investitorët presin takimin që presidenti amerikan Donald Trump do të zhvillojë me presidentin e Kinës Xi Jinping më vonë gjatë kësaj jave ku do të diskutohet çështja e tregtisë mes dy ekonomive më të mëdha në botë. Megjithatë, moneda evropiane vjen të qëndrojë pranë niveleve më të ulta historike në raport me lekun në tregun e brendshëm valutor pranë nivelit të 96 lekëve. Në mëngjesin e sotëm, sipas Agjencisë së Këmbimit Valutor, Iliria 98, dollari blihet me 82.7 dhe shitet me 83.6 lekë, pak a shumë në të njëjtat nivele krahasuar me sesionin e ditës premte të javës kaluar. Ndërkohë euro është e pandryshuar, blihet me 96.3, shitet me 97 lekë dhe po qëndron pranë niveleve më të ulta historike. Franga zvicerane blihet me 103.6, shitet me 104.7 lekë, ndërsa paundi britanik është i pandryshuar krahasuar me ditën e premte të javës kaluar, blihet me 110, shitet me 111.1 lekë. Dollari kanadez blihet me 59.1 dhe shitet me 60.5 lekë. Në ecurinë e dollarit australian, kjo monedhë blihet me 53.8, shitet me 54.7 lekë. Në ecurinë e jenit japonez, kemi të bëjmë me një qëndrueshmëri, jeni blihet me 0.53 dhe shitet me 0.56 lekë. Lira turke gjithashtu është e pandryshuar, blihet me 1.93 dhe shitet me 2.03 lekë dhe së fundmi juani kinez blihet me 10.96, shitet me 11.87 lekë në mëngjesin e sotëm sipas Agjencisë së Këmbimit Valutor Iliria 98. Kjo ishte ecuria e tregut brendshëm, ndërkohë në tregje ndërkombëtare vjet re përgjithsisht një qëndrueshmëri në shumicën e tregjeve, në tregun e aksioneve dhe të monedhave, por në tregun e kriptomonedhave tendenca është në rritje në sesionin e parë të javës. Investitorët do të vjojnë të jenë fokusuar tek zhvillimet gjeopolitike, por gjithashtu edhe tek dhënat ekonomike, sepse më vonë gjatë kësaj jave presidenti amerikan Donald Trump dhe ai kinez Xi Jinping do të takohen për diskutuar çështjen shumë të rëndësishme mbi tregtinë mes dy ekonomive më të mëdha në botë. Deri më tani vendet po aplikojnë tarifa reciproke ndaj produkteve specifike dhe njëkohësisht palët kanë shprehur angazhimin dhe optimizmin se mund të ketë një marrëveshje tregtare të drejtë për të dyja palët. Aktualisht euro ka ndryshuar minimalisht në raport me dollarin, në rritje me 0.02%, këmbehet me 1.1627 dollar. Paundi është rritur me 0.08%, këmbehet me 1.3319 dollar për ballë frangës, dollari është rritur me 0.13% të vlerës dhe këmbehet me 0.7964 franga. Dollari australian realizon fitimet më të mëdha me 0.4% për ballë dollarit amerikan, këmbehet me 0.6539 dollar amerikan, ndërsa dollari kanadez ka fituar 0.14% të vlerës, këmbehet me 0.7155 dollar amerikan dhe në raport me jenin, moneda e gjelbërt është rritur me 0.04% të vlerës, kuotohet në 152.91 yen mesatarisht. Ndërkohë për sa i përket ecurisë së tregut të kriptomonedhave, në sesionin e sotëm vjet re një tendencë në rritje me Bitcoin që ka zgjeruar në këtë mënyrë fitimet e ditës së premte të javës kaluar. Fundjava për tregun e kriptomonedhave ka qenë e paqëndrueshme. Bitcoin ka fituar 1.9% të vlerës, duke u ngjitur në mbi 115.000 dollar. Tregtohet me 115.543.28 dollar në rritje me 1.9%. Ethereum ka fituar 3.26% të vlerës, është gjetur mbi nivelin teknik të 4.000 dollarëve, kuotohet në 4.196.47 dollar. Edhe Ripple është në rritje me 0.79%, tregtohet në 2.6312 dollar. Litecoin ka fituar 0.83% të vlerës, kuotohet në 99.78 dollar dhe Bitcoin Cash ka fituar 1.14%, kuotohet në 560.18 dollar për çdo njësi Bitcoin Cash të tregtuar. Ndërsa në tregun e naftës benchmarkët kryesor po qëndrojnë në rënje të lehtë në sesionin e sotëm. Brendi Londrës dhe nafta bruto amerikane, të dyja janë rënje minimale me 0.02%, ndërsa javën e kaluar publikuan fitime të konsiderueshme pikërisht për shkak të shqetësimeve për një përshkallëzim të mundshëm të konfliktit midis Rusisë dhe Ukrainës, edhe për faktin që si Shtetet e Bashkuara ashtu edhe Bashkimi Evropian vendosën sanksione të reja ndaj kompanive ruse, por edhe ndaj individëve pjesë të qeverisë së Rusisë, pikërisht për shkak të
pushtimit të Ukrainës. Brendi Londrës tregtohet në $65.93 për fuqi, në rënje me 0.02%. Nafta bruto amerikane tregtohet në $61.49 dhe nafta e përpunuar është në rënje me 0.59% vlerës dhe kuotohet në $714.5 për ton. Megjithatë, pavarësisht rritjes javën e kaluar, investitorët mendojnë se nafta vjon gjendet nën presion për shkak të mbifurnizimit të tregut dhe njëkohësisht shenjave për ngadalësimin e kërkesës si pasojë e vendosjes tarifave nga ekonomitë më të mëdha në botë, tarifave reciproke të iniciuara nga presidenti amerikan Donald Trump. Ndërkohë në tregun e metaleve të çmuara, aktualisht ari ka humbur ndjeshëm terren në rënje me 1.43%, duke u tërhequr ndjeshëm nga niveli maksimal historik prej $4.381 për oncë regjistruar javën e kaluar. Aktualisht tregtohet në $4.078.7 për oncë, duke humbur rreth $300 në arkun e një jave dhe kuotohet dhe rënja është në 1.43%. Argjendi ka humbur 1.16% të vlerës tregtohet pra nivelit të $48 dhe platini është në rënje me 0.65%, kuotohet në $1.591.2 për oncë. Ndërkohë për sa i përket ecurisë së tregut të aksioneve, shumica e bursave në kontinentin evropian po qëndrojnë në territor pozitiv. FTSE 100 i Londrës dhe DAX i Gjermanisë janë rritur me 0.04 dhe 0.32%. CAC 40 i Parisit dhe FTSE MIB i Milanos janë rritur me 0.06 dhe 0.53%, vetëm FTSE MIB i Milanos është në rënje me 0.26% të vlerës. Përveç takimit Donald Trump dhe Xi Jinping, investitorët po presin edhe vendimarrjen e rezervës federale. Takimi dyditor fillon nesër dhe përfundon në ditën e mërkurë. Gjërësisht, investitorët dhe analistët parashikojnë një ulje të normës bazë të interesit edhe me 25 pikë bazë. Ndërkohë në ecurinë e tre indekseve kryesore në Wall Street në ditën e premte të javës kaluar, vjetre një ndryshim i vogël i indekseve kryesore, ndërsa fokusi ka qenë tek inflacioni që publikua ditën e premte në Shtetet e Bashkuara, tek takimi midis Donald Trump dhe Xi Jinping, por edhe tek takimi i rezervës federale. Të presim tabelën për të parë ecurinë e tre indekseve. Dow Jones ka fituar 1.01%, Standard & Poor's 500 dhe Nasdaq janë rritur me 1.15 dhe 0.79%. Do të shohim shkurtimisht edhe korporatat të listuara në bursën e Frankfurtit në Gjermani. ING Porsche ka fituar 3.29%, Beiersdorf, Infineon, Siemens Energy dhe Porsche Automobile Holding kanë fituar nga 1.36 deri në 2.07%. Në anën tjetër në kompanitë që realizojnë humbje, Merck ka rënë me 0.69%, Kiagen, Ion, MTU dhe Rheinmetall janë rënje nga 0.43 deri në 0.55%. Kjo ishte ecuria e tregjeve deri në këtë momente.